أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Oj grua ka fol bre dulla jo, se herdhve ka shku para sabajt. Unë e falja sabajn edhe veç si shkon dulla, pas shkuajnë punë. Po bre po, o shpirti nanës u mërdhevve shumë po mdhime gjunoj. Edhe veç për ilaqet e tuna, krejt paret në fund për i shkoj. Ah bre grupe, po nëse kemi veç dullën be gjallë, be dhe atë qetri, pa ai bre, një telefon se ban bre. Ej, babës, nonës, mëse bo një telefon. Mos fol, mos në gjuna. Po ku e dina në që shika gjuna i punë të atje? Pa në fakisi bojnë punë të eqë. Qysh dhe shika punë? Qysh dhe nuk po folë ashtë të shika punë? 30-40 punëtori ka, e mëse me morë vlavin. Majmun një thef maj pizë, bre. Po ka dur maj pizë ashtu. Le. Gjuna mëse me pas për vlavin. Ej, qfar vlavin? Ej, mëse me vlat vetë janë mirë. Dulla thot për nato në foli me ta. Mëse bëjt jatë gajle iqë. Po, me babën e me nëna, bre. Po në gurbet me mo ko njeri dhe thirë ma shpesh në telefon. 5 minutave me kere ka bre nga të udhën e ka. Edhe një herbe s'lakon thivi. Veç në baram kër të vene. Ej, po të këne. I din ato pën të veta. Më sintin mi di se me i përqa me afshi zërzilën djemve. Ato mirë janë të shku shqyqirë. Le tjetë shnosh, le ta ketë shnosh familjen, le tjetë mirë me familjen e vetë. Ato i din pën të veta, ne s'kena shka përsime. Po, shumë mirë. Ej, a për ata kam bo se janë kontri, se sa për dullën. Edhe me ma këthi shpinën, ha? Kur herë më spaf? Kur? Goja të thot që ka e të folë. Shlegoj. A ka në sen lirim ajo? Ha? Si sigur ti të këshin me blejnë e sen. Që e të bu? Kur gjë valla me do loja, o, za qka bonit e ja u lodhe? Ola heq, i me të kalë të drejtë pove. Pa tjetër o desh me përcilë një kamion për jashtë. She. E ngarkun ato djemët, e së në lisha vetë. Ti qka e të bu? Qka ko? Sa, valla, kushtë të pëndoku shumë i lotën e që. A ta qes një kafe dhe ty? Ja, s'muj. Sa pita me një shokë dhe unisë e më këtarë.
Nëse të pata me shku të nona, po kur e pash që po vonohesh, thash hajt lejtë. Pse s'ke shku? Po kishe shku be kisha ardhur edhe ma vonë, kisha pushuar tash pak edhe kisha ardhur ma vonë edhe unë. Jo, bre, Po donë hajt. më të sim kon valla. Se thash se dalëm, hajmë ai dalë dikon, ati shka pina kafe, hajt se shkoj nesër të nona. Ma hala dhe ma mirë. Hala dhe ma mirë, se edhe unë jam I lodht, besom, tash bi pushoj pak, se kam që jam të ini. Anjani, më stanin, se edhe unë jam gati. E po qashtu? Stanin. Kur të bosh gati, qëtë ma gjumin, edhe hecim. Atë në jo të nesër shkojmë. Po valla. Hajt se kismet të shohëm, se pretë edhe ajo s'ka lidhje, hajt se shkojmë. Ja, që jam të majtë kom, valla jam lodh. Ani, Jam lodh vej 8 orë sot në kom kanë shku. A je lodhull? Baba, shumë jam lodhësat. Po s'po du mi mërzit babën edhe nanën. Gjithas që s'ka pas shumë punë. Po bra, po më dhimën, të nditën me vllavin tanë janë marë. Pse kja? Jo be, po të kisha ardhë bile, po as nuk pi thirë në telefon, as nuk po kujdeset, shumë janë të mërzit, bile bobe e të shumë. Pse shka të baju nej? A me shku me marrë me zorën ata? Edhe tu e dite se babën e në nënën e ka këtu. Bile, unë njëtë se ka me shku me... Ajnë më të amenoj që jam të jasë gjatë dora. Po, thire bre, bile le të thirë në telefon, se shumë janë mërzit. O, a e dibë sa I natin vel me I thonë unë atina, hajde shqipe babën edhe nanën. Po hani thire sa janë gjallë, edhe më të ranu, po hani për nonën e për bobën. Tamam, edhe shka. Hajde shko të baba dhe nanën më zvitë glina, unë e foli me Nise. Që, a si flejte ja? Çfarë të fletë? Pse? Bashkur jam ma I lodh, s'po më zë gjumi, s'pedi. Për edhim të s'kam, ba. Ama bash, pa të pushu trupe, thojnë së Këshire kështu të thirë. kush për thirë. Këshire kjeve, vlavjen be, këshire, ki një mebe është. Ani të qelja? She. Alo. Alo. S'po qelet. Alo. Alo, Ha, Betullo. si e valla, e mirë. Mirë me qëtë të flet. Të flet kesh. Aha, më falbe se se këmë ditë. Po, fëmi qish janë? Mirë, Dullo, kretë janë mirë. Kretë janë mirë. Mirë, ketë mirë në. Edhe na me mirë kretena. Mirë, be vla, shqyqër që jeni edhe ju mirë. Mirë. Shka ka tre, mos të dashtë të diçka. Jo, be vla, be ba. Baba dhe nëna shumë jam mërzit. As të kajmë pa, as telefon si ke thirë, be. O vla, ti e dime se sa obligimet I ka moni për nëne, fmit e min ndodhë në ere ka 10 orë nuk isha, ki për thët nëne e baba. Rebe dull më zbaj gare. O, no, këto si fëmija janë. Pa hajde dhe bërëm shqipe një 10 minuta. O dull, e të mbesu se shumë angazhime kam s'kam koha si të mbesu shtja, a për inati të ma bo. O, vla, Në kam mu nisë, 10 minuta I kije. Nuk jena në shtetë qeter. O dull, edhe me një obarë me I pas. Kur si ki mundësit be vla, si ki mundësit, kur ki obligime. Thuj unita me nisë një ka bot falja shumë edhe, qka me të bon shta shumë? Ej, Allah, edhe të ki fëmi. Zbajla shto. mos ta bëne ti shto. ani dull filozofi, ani, nisë që ashti, hajde filozofom. Ma në telefonin, këshire? Se qa u bo? Heki pak. Këshire ma në telefonin? Pse s'po ven me pa babën e nanën, pse s'po ven kështu? Pani te burrien, po ti shka 5 minuta se sa në zbot. Shik. Nuk kam komër e kom e shku për para. Nuk kam. Unë fëmit e mi, edhe I thash. Ndohë 10 orë nuk I kom pa fëmit e mi, ki për thot, hajde shefi babën e nënën. A jeti me babën e nënën? Nuk do të mi marrë mi që në shkollë atone.
Po, baba, qa ba? Që be baba? Po mirë be, mirë. A u lovesh? Po valla baba edhe pa u lodhi jo bre, po t'ja hangre buk babës. Po, be baba, hangre. Po mirë baba, në përsa po tha mirë pak përsa. Ja, be baba, sem sa që lov, ja. S'ka pa sa që punë. Dëlla, po du baba me thonë dishka bre. Po, be baba. Apo ma thire nisi në telefon. Po, shka du dhe baba nisi, baba? Partë të folë, bile të bani selam. Po ja, po thirma be baba, thirma be atë pista baj rezili bre ta baj. Baba, be rezim be lese, e njëriti i ka punë të vete, e nga shumë, bërë. I zantë është. Thirma, po të thamë, thirma. Babës, si t'ki një trot hatër, thirma, hajde. Ha? Të shëtim të. Ha? A me foli. Fol, po. Shere be ki prapo të thirë, prapo të thirë be, prapo të thirë. Kush mëre? Dulla. Alo. O Enis, po qështë kam bre babës? Ha? Mirë be bab, mirë, qish jeti? Po mirë be, mirë, po në harrove bre babës, be qysh be qa shpejt me në harru. Ha? U e kun vetë be dullën për dit i lemrona, për dit edhe e vesë për ju, mos më nëni se ju kom harru ose ju harrëne. O birë, po s'jena be mirë babës, asone, asnone jote. Sona ka normali. Hajde be se ka me dalë kismet, se veni të e botë shtët madhe, Allah. Hajde qka, që e dullën e të vine ti marrë një 50 euro, jep një 50 euro në për juve. Mare birë, ja. Kisha po thashjere. Mare birë, unë kam i të edhonë be 100 evra në këtë fukrallë këtë temë, po veç bre, bre, se na ka normali shumë bre. Ej, po ju si një mirë, be, pa shta një zotë si një mirë. Që e të më pikë, vëlla, hajde. A be hez me kështë punë në pash një zotë. Ej! U nale bre. Birë bre. Zote martak. S'po di vesha me thonë. Me losh zemrës për e thamë këtë fjallë. O Enes, si tu silë që shtu bre ka që këtë qaki? A be ti mërësh mi shku dikujt me zotë që ti ma zere dhe i re, sta qama, ty me thirë t'i kanë, hajde e shifëm. Baba ma që të matë. Enes, qa u bu Enes? Bismillahirrahmanirrahim, Allahun e faleminderojmë dhe vetëm nga i fali dhe ndihmë kërkojmë. Ndonjëherë, ne si njerëz kemi emocione, kemi mërzia të shumta të lloj-llojshme. Mirë po, pas kësaj historie, pas kësaj historie, ende më shumë u mërzita. Si mundet, ne si muslimanë dhe si shqiptar, mos të respektojnë prindërit e tanë? Në cilën fe, në cilën ideologji, në cilën libër e keni mësu këtë, e keni lexu këtë? Si ka mundësi djali, unë këtë së në kuptoj, mos shkon të viziton babën e vetë. Me qenë se je largë, me qenë se je në Amerikë, me qenë se je në Australi, e kuptoj. Mirë po, në kojshi, mos me shku të baba, mos me shku të nana, a në këtë deregje kemi ardhë nësi musliman. Ndoshta do ju dukëm pak nervos, po ku mos me qenë nervos?
se dhe unë i kam fëmijët e mi. E inshallah të gjithë njerëzit edhe besimtarë ku do të janë, Zoti i udhëron fëmijë. Edhe ata që s'kan, inshallah do t'i kenë, inshallah. Çka thot Allahu në Kur'an? El malu wal banune zinetul hajatit dunya. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi i kësaj bote. Fëmijët e tonë duhet me eduku, duhet me shkollu. Para mendoje një fëmijë i shkolluar, ama jo i edukuar. Një fëmijë që shumë din, ama nuk ka edukat dhe nuk ka moral. E ai nuk shkon me vizitu babën, ai nuk shkon me vizitu nanën. E dini pse? Se feja i mungon, edukata islame i mungon, edukata kombëtare i mungon. Për të habit dhe për të çudit, për para, ndëgjojsha une se ka shtëpia të pleqve, edhe duke u rrit u habit sa si mundet, pse? Edhe thosha, si ka mundësi prindi duke e pas baba dhe nana, duke e pas familjen, fëmijët e vetë, vajza qofshin apo djem, shkon të shtëpia e pleqve, ama se do të vinë koha, edhe në musliman, do të shkojmë të shtëpia e pleqve, unë këtë asnjëherë se në kam kuptu. Ama tash për e kuptoj. E dini pse e kuptoj? Se kena fëmijën qofshin djem apo vajza të pa edukuar. Po e vërteta, shumë dituri kemi përparu shumë. Bile prinderit e tonë si marrin dorë, duke e thonë atyre, ti nuk e di, ti nuk e di, ti nuk e di. E tash pse fëmijët me dallu? Pse ti pas ke bo pak pare, e qenë ke biznismen i njofshëm, mos me shku të baba, me alon gajlen krejt ti vllau tënd që o s'kam nor, o fukara, o shti pa mundshëm. Qfar borgje i ka, aj me mbikqir, e me pas sjelljet mirë, ndaj babës dhe nanës e ti pse ke pak pare. Qfar pune ke më të madhe se sa me respektu babën dhe nanën? Qka të ka bon keq baba jëtë? Është mundu. Para mendoj e disa herë natën se ka zonë gjumi. E disa herë është mërzit për ti. E ti s'ke ko edhe në telefon me ju përgjigj. A nuk të vjen turp, babës tanë me i thonë telefon, nëse do 50 euro t'jap, ama s'kam ko me të taku. Turpin ban, o vllai dashur. Nëse s'ke turp, çka dush ban? Ama bash çka dush ban. Ama mbaj mend, çka të mbjellësh do të korrish. Nëse sot ti babës tant ja ban kët, para mendoj nesër ata fëmijët e tu çka kanë me të boti. Unë sam duke fol me mllef. Inshallah Zoti t'u udhëzon fëmijët, e bën të mirë të respektojnë. Mirë po me një aspekt dush me la gjunahin tënd. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allahu e ka shkruar, e ka obliguar që mos të besojmë askënd përpas Allahut dhe pastaj thot ti respektoni prindërit tuaj. Feja e lidh këtë punë. Ne besimtar jemi, ne jemi musliman. Por edhe jemi shqiptar, vëlla. Si ka be mundësi ti çfarë shqiptari je? Unë se di se me çka mburësh ti kur takohesh me shokët e tu. A nuk ke pat shokin tanë që ndonjëherë humbet? E di ku shkon ai shoku jot? Ka shku te baba vet dhe te nana vet. E ti s'ke kohë me shku te baba jot dhe te nana jote. Nana e dhimbshme. Nana e dhimbshme prap mundohet me të mbrojt. Ama baba nga mërzia. Se baba asnjëherë nuk jep fëmijën e vet. Baba dhe nana hin zjarr për fëmijën e vet. Hudhen ndeti për fëmijën e vet. Ama ti çka ke bën për babën tënd? Asgjë. Edhe në fund, si e ke sjell punën? E ke sjell punën që baba jot me të mallku. Me të nem në gjuhën tonë. Mallkimi dhe me të nem o njësoj. Edhe pastaj me e keqja. Me e keqja. A na ka hije neve me vdek duke mos fol me prindërit tanë? A na ka hije neve me vdek duke qenë të hidhruar me prindërit tanë? A na ka hije neve me vdek duke mos i respektuar prindërit tanë? Vallahi turp qoftë. Edhe se din si ke me dalë para Allah subhanahu wa taala. Para mendoj ke vdek, ama babën dhe nanën i ke lënë të mërzitur. I ke shkatëruar emocionalisht.
i ke shkatru shpirtrisht. E parët ku i laje, biznesin ku e laje, të mirët e kësaj bote ku i laje, e bashkotën e fëmijët ku i t'ja laje. Prapt, prinderit e tu kanë më mundu me t'i shkollu fëmijët, e me ta ushqi bashkotën, e me ta mbrojt familjen. Edhe pse ke vdekti, ama qëfar vdekje? Vdekje të keqe. Pasha Allahun vdekje keqe, nëse vdes duke mos qenë të knaqur, as Allahu me ti, as baba dhe nana. Ama Zoti nuk ta sjell këtë në qëfëse nuk e donë për ditë. Zoti e mëshirshëm, 1 herë, 2 herë, 5 herë, 100 herë të mëshiron. Edhe baba dhe nana nuk të mallkojnë me 1 herë. Mirë po të me vite të tëra, s'ke pas kohë me shku të baba, e me shku të nana. Edhe e ke sjell punën, me të mallku baba, edhe me vdek me këtë mallkim. Unë prap, nuk kisha pas dëshirë, që në botën tjetër me pas keq punën. Mirë po, duhet me marrë mësim, ne që jemi gjallë, e që jemi shëndosh e rahat, kjo botë i ka preokupimet e veta, i ka gajlet e veta, i ka detyrat e veta, i ka mërzit e veta, ama mos e krahaso babën dhe nonën më askën tjetër. Pasha Allahu se ata janë sebeb për ardhjen tënde në këtë botë. E di me sa herët janë mërzit që ti se ke ditë. E di ata sa kanë qajt e ti se ke ditë. E di ata sa herë kanë ndet ose e kanë kalu natën pa gjumë, ati se ke ditë. Edhe në fund, ke dështu totalisht. Ke dështu, vallaj ke dështu. E di pse ke dështu? Sepse nuk e ke respektu ligjin. E ligji i kësaj bote nuk ka veç pare me pas. Nuk ka veç autoritet me pas. Nuk ka vetëm mu vesh mirë. Nuk ka vetëm mu mbur. Nuk është vetëm mu qenë krye lartë, je krye math. Po në këtë botë, e di kur je i mirë. Kur fillimisht e respekton babën dhe nanën. Si ti nuk mundesh me më respektu mu, a unë e di që të babën tanë se do. Mos me ndo që unë kam e të besu ti. Po unë për interes kam e të mbajt. E që ata shokt, që natë e ditë këndejt ma ata, ku i ketash? Ku janë? A të shpëtuan nga vdekja? A të shpëtuan nga mallkimi i babës? Nuk mundën me të shpëtu. Nuk mundën me të shpëtu, sepse ti punën e ke bon me dështu. Ju mësoj rini e dashur, vlezër dhe motra, ku do të qeni? Nëse nuk e respektoni prindërit, nuk e di pse jetoni në këtë botë. Wallahi, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin familjare, rajonale, si dush analizoje. Një njeri që nuk ka respekt për prindërit, e ka humbë edhe këtë botë, e ka me humbë edhe botën tjetër. Inshallah Allahu na udhëzon e të gjithëve së bashku në xhennet na çon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ky projekt sponsorizohet nga